me Mehmet Ali Ahmetin, sekretarin e Diaspora shqiptare. Albanian Diaspora for Macedonia. Ti jemi aktiv ma shumë se sa vjet të bo? Mbi 10 vjet po. Mbi 10 vjet. Opcioni jonë federalizmi i Maqedonisë, Me federalizu Macedoninë. këto kanë pas fletë. Mirë se ka ardhur te kryetari. Te kryetari nga diaspora albaneze dhe Macedon. Është aktivist në Belgjik, është edhe nga Shkupi, edhe jemi një kohë gjatë në aktivitetet tona. Edhe diaspora ka pas 3 pika të rëndësishme kur kemi zbarku në Shkup. E para ka qenë Opcioni shqiptar i diasporës, o para ka qenë federalizmi i Maqedonisë. Kush është baba i federalizimit? Kryetari atëhershëm edhe sot imami shqiptarëve. Imami shqiptarëve. Ma kanë gjitë këtë emën këto shqiptarët, imami shqiptarëve. Ta kanë gjitë edhe po çka ka mirë. Ju përshëndes me gjithëve ku do të qeni Shqipe, prej Shkupit me Mehmet Ali Ahmetin. Përshëndetje.